Kjo që do të folëm sot me lejon Allahu subhanahu wa ta'ala është një prej temave që nuk ka të bëjë me krejt muslimant, ka të bëjë me muslimant që folin shqip edhe din gjermanishtën. Këta janë ata që sot po dojna me më këshillu me zveti, nuk po tham me këshillu, po dojna që më këshillu edhe më majt me zveti si musliman që në kohija më majt me zveti edhe me përkrah njëri tjetrin. Para se me thonë vllazni, ata që ka po thamë sonte me lejon Allahu subhanahu wa ta'ala, po thamë që në të vjetë mija që foli për din në Allah Gjellawala nuk e kujtoj në i mejlis si kjo për karënësia edhe hak, nuk e kujtoj në i mejlis që më ka ardhë maran me fol se sa kjo, edhe nuk e kujtoj në i mejlis që ku menu që e kum nimu Allahun subhanahu wa ta'ala si me kitë mejlis. Të me thonë, që shtatë Allah Gjellawala, me jansurullaha, aj që e niman Allahun Gjellawala, Allahu e niman atina, e lusëm Allahun Gjellawala, që Allahu subhanahu wa ta'ala me në nimu në këta që ka po dojna me thonë. Edhe po thamë vllazni, kështu kur të nish këta, ko më mënu me i ra sa ma jo direkt, qysh edhe njihimi për me i ra direkt, ko më mënu me i ra sa ma jo direkt, dhe më thonë sa ma rodla që të në popli, për shkak një gjaje, për shkak turpit që duhet me pas muslimant, për shkak të marrës që duhet me pas muslimant. Dhe më thonë, veç që i kuptove dy gjana, e kuptove që kina me fol me diçka për diçka shumë të madhe, edhe për një diçka që është marrë me pas muslimant, edhe është marrë me thonë muslimant. Kjo temë vllazni është nështë shumë e gjanë, në do të mënohemi me shkurtu sa të mujmë e me sharu sa të mujmë me lejon Allah Gjellawala për vllaznin tonë për shkak të kohës muslimanëve në ditën e sotët. Pjanisim me këta vllazni, Allahu subhanahu wa ta'ala dhul jalali wal ikram na ka thirr shumë shpesh në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu, ja ayyuhalladhina amanu. Thirrja e parë e Allahut subhanahu wa ta'ala kur i ka thirr muslimant në librin e tij është ja ayyuhalladhina amanu la taqulu wa qulu, ja ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndhurna. O ju që keni besu, mos thuni, po thuni, mos thuni kështu, po thuni kështu. Do më thonë, Allahu Gjellawala dohen që na me thonë qysh donë Allahu, edhe qysh na ka mësu Allahu, jo qysh na kanë mësu njerëzit, në veçanti, jo qysh na kanë mësu ata që nuk janë për neve. Do më thonë, ka të baje me një fjallë vllazni, me një fjallë që në dinin e Allahut është din, është amën, edhe une kam qef që muslimant me ba këta muslimant që e një këta, me munu me ba maksimumin që mos me met njeri i cili e din gjermanishtën, që te e nje që e din gjermanishtën, edhe me ja kalzu këta, ose ja kalzën ti me mundësit e tua që është ma mirë, me ja kalzu ti me mundësit e tua, që është din ti me ja kalzu, i kalzën ati vlau tanë musliman, sa to pak që din për dinin, kalzoja këta që ka kime njësante me fjallë tua, është ma herë, merë pjesë në këtë shpërblim me lejen Allah Gjellawala ma shumë, po nëse hisë se ki mundësin me i kalzu me fjallë tua, atëre musleja, pa u munu mja për cilë këta që ka pëthojnë anë asad, që është dishti në format e tua. Ama në qovë se me fjallë tua, munohesh, edhe ja thu këta, kjo është shumë më herë. Po thamë, këshillanu është fjalla veç për ata që din shqip edhe din gjermanisht. Për përsëris këta, nuk ka të baj ke ligjerat për ata tjertë. Ata tjertë, që nuk e din gjermanishtën, nështë ta kanë me thonë, nas po përfitojnë kur gjapi kësona, a di që ka mund është me përfitu, mund është me përfitu për sajna, me pa që nuk është letë minimu Allahot, edhe me pa vllaën tanë sa shtire ka minimu Allahot, edhe me pa që çfarë kënaqësie kanë muslimant kur i nimojnë Allahot subhanahu wa ta'ala. Kjo që për thëmë sante, vllazni është jashtëzakonisht me rëndësi, ka të bëjë me diçka që Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala e ka përmenë shumë shpesh. Ata që din librin Allahot veç e afrova për që ka përdu me folë. Ka të bëjë me kanë, vllazni, me një fjalë, me një amën që nuk guxon me hub në dinin e Allahut, sado që qafirat, sado që ata që zbesojnë Allahun, ja lanë një amën tjetër. Edhe e në dytin këtë amën, ky amën nuk guxon me hub në dinin e Allahut. Wallahu alem,
po thamë edhe njëherë, nështë shumë për njerëzve nuk e kam përmen kur, kështu, nuk e kam përmen, nështë edhe ata që kanë folë për fej i kanë i këti emnit, për shkak të kujna, për shkak se ata që zbesojnë Allahun, në veçanti, në gjuhën gjermane, e kanë marrë një emën për emnat tonë, për emnat muslimanve, edhe ja kanë dhënë një kuptim, që s'kuqën mi dhënë kuptim muslimani. Ajo që ka përdu me thonë sonë të vllazni, është këshilla jam është kjo. Mos nin Allahu xhallahu ala të përmend kitabun veçse në atë kuptimin që e ka përmend Allahu xhallahu ala. Mos nin Allahu subhanahu wa taala të përmend kitabun veçse në kuptim se që e ka përmend Allahu xhallahu ala. Tashti kur të tham kam e kanë qartë për musliman, nuk besoj që kam nevojë me ra edhe ma direkt, po besoj që kam e kanë shumë e qartë. Nëse se bi direkt është për marrës të muslimanëve që e kanë musliman. Sa dhe që munohen me kazudinin, edhe sa dhe që egziston hadithi që s'ka marrën në fe. Muslimanët me gjithat e kanë dozën e marrës tyne që nuk lejon, sidomos kur të ka të baj me emra që kanë të bajnë me Rahman subhanahu wa ta'ala, me Allahun xhallahu ala. E qka është ajo vllazni? Unë pi përmeni ajetet, edhe ti kime më kuptue se për çka më të folë, me lejon e Allahut, el Alim, el Hakim, me lejon e atina që ta ka mësu Kur'anin. A din kush ta ka mësu Kur'anin? Kur'anin ta ka mësu Ar-Rahman, Ar-Rahman, go, ajeti parë, që po du me përmen me lejon e Allahut sante, për përmeni kështu, qartas, ashtë për përmeni me krenari, në vetën teme, sa do që ata që se besojnë Allahun ju në mënu me në ndytë këtë hamën, unë sa do të përmeni me kretë krenarin që e kam, edhe me kretë knasin që e kam, do të përmona më përmen, edhe do të të kjo me gjlis, po thamë në herë lazni, nuk është e letë, as në tro, është shumë e ranë. Mirë po, kjo me gjlis do të është shpërblimi ti në ditën e gjykimit për mua dhe për ata që më nimojnë me përhap këto me lejen Allah xhallahu ala me mundësit e tyne. Fjala është për këta vllazni. Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu xhallahu ala subhanahu wa ta'ala në suratul Fatiha kur të lexosh thot Allahu xhallahu ala maliki yawmiddin, mbreti i ditës gjykimit, maliki yawmiddin, mbreti i ditës gjykimit. Mbretet vllazni, mbretet e kanë këtë mbretet e dunjas. Atë kur të ishte mbretet e dunjas, e kanë vllazni një ngritje, e kanë një ngritje, kur të ishte aty, ajo ngritja tyne që e bajnë, edhe që e formësohen me në formë veçantë, ajo është që në gjuhën arabe, në gjuhën tonë i thojnë fran, në gjuhën arabe vllazni që së fjale, i thojnë arsh, në gjuhën arabe i thojnë kështu arsh, në gjuhën tonë i thojnë frant, pe kështuet ma, nuk besoj që kime mnima të ta përkthy, por veç shkojnë për çka? Por hirtë Allah xhallahu ala që ti me mësu që të fjallë. Qështo? Edhe me thonë me krenari, Allahu xhallahu ala vllazni, Malik yawmiddin, froni tina, arshi i Allahu xhallahu ala, edhe veç fillova, kjo është ajo që ka po du me thonë. Thot Allah xhallahu ala, Rabbul arshil azim, Rabb, Allah, i kujna i Rabbul arshil azim, Rabb i arsh që shumë i madhë. Arshi Allah xhallahu ala vllazni, jashtëzakonisht forma e tina është e papërshkrueshme, madhria e tina është e papërshkrueshme. Allahu subhanahu wa taala sa herë përmend arsh, fjalën arsh është ajo ngritja që po tham na për neve me kuptu, jem të fol për mretet dunjas. E kuptojmë këto për mretet dunjas. Te Allahu që doket, nuk është tema jonë, nuk jem të folë se doket kështu edhe ashtu. Kur gjas jem të thonë, ne jem të folë që Allahu subhanahu wa taala, jalla wa ala, dhul jalali wal ikram, azza wa jall, al alim, e ka përmend subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala e ka arsh shumë madh, fronin shumë madh. Kjo është ajo që po do të them vllazni, që kemon nuk guxon me hupi muslimanëve. Allahu xhallahu ala ka përmend Rabbul arshil azim, Rabbul arshil majid, Rabbul arshil karim, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Nuk jem të përkthy sonte vllazni, jem
Të folë për çka? Jem të munu me ta përmen edhe me ta kujtu ty që Allahu xhallala fjalën arsh e përmen jashtëzakonisht shumë shpesh në Kur'an. Nuk guxon kjo fjalë në menet e muslimanëve me pas veç atë kuptim që Allahu e ka dhënë çat kuptim. Edhe muslimanët nuk ban meni Allahu të përmend çit fjalë vetëm çit kuptim. Nëse dënë me pa çka është kënaësia në nefsit tanë, apo kisha më kënaqsh në janë vetën tane, provoa me lanë një fjalë për hir të Allahut. Provoa vlasni, do të është kjo sefte nashta për ty, nashta ke provuar edhe më herë, nashta është kjo sefte kur e ban ti thu Allahut tanë që une pesantit, këtë fjalë kur me përmen veç qysh ke dash tim edhe në kuptim. As një kuptim kjo fjalë nuk e ka në menën teme, as në gjuhën teme, as nuk umnin me Allah të e përmen këtë fjalë veç se në këtë kuptim. Që në kuptim? Që ato që i ka thonë Allah Gjellala me pasat kuptim. Do më thonë, Allah Gjellala ka dash me përmen këtë fjalë lazni, nuk përdu me hi, edhe ju e dini fort mirë që gjuha gjermane ka marrë shumë fjalë për gjuhës arabe. Allah alem se ka kamri, a është bo me qëllim kë ndryshim i kuptimit, a është bo me dashje, a është bo pa dashje, qëka mujna me thonë vëzni? Mujna me thonë që na është bo zullum me këta mujna me thonë në te, edhe këtë ata që e dinin, edhe nuk uzojnë vllazët tonë që folin, por din më të tërpru kur të përmenin këtë fjallë. Kur thot aji që të nin që ka me kesh me ty, nashta, thuj, kjo është krenaria jam, kjo është dini jam, jo më bape atyne që e varrosin fjallën në dinin tanë, edhe në gjallën një fjallë që ka kuptim të kundërt me fjallën e dinit tanë. Do më thonë, ti përmene fjallën, përmene emrin, ama përmene me kuptim që ka dashtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Po thamë edhe nërë dhazni, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jall, fa athabahumullahu bima qalu. Allahu i ka shpërbly për shkak tuajna, për shkak të fjalës tyne që kanë thënë. Xhenetet në të cilat rrjedhin lumej. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nashta në njëri për juve e thot një fjalë, e me çat fjalë e ngrit Allahu darajat. Edhe nashta në njëri për juve e thot një fjalë, e me çat fjalë fundosen në xhenemin Allah xhallahu ala, Allah na rujt për shkak tuajna, për shkak të fjalës vllazni. Për shkak të fjalës. Fjala nuk është e lehtë në dinin e Allahut xhallahu ala. Mos harroni vllazni, nuk është fjala la ilaha illa Allah, vetë fjalë të cilën e thuat ti sidqan, me bindje të plotë dhe me sinqeritet zemrës tane. Fjalë. Dini jon vllazni është shumë i lehtë me fjalën. Mos lejo që dikush me ta prish fjalën, me ta prish emrin. Edhe po thamë në vllazni, ky ders, nëse nin dikush pe muslimanëve që nuk e njeh gjuhën gjermane, nuk ka më na kuptu. Puna jote që në qofë se jepe aty në që se njeh gjuhën gjermane, puna jote është mi a thonë që to fjalë atina që e din gjuhën gjermane, ai ka me të kuptu, në qofë se është pe muslimanëve të mirë, pe aty në që e donë Allahun, ki me pa ata që ka më knash në vetën e tina, edhe ka me lanë me lejen Allahut subhanallahu teala një fjalë që e ka përdorur nështë shumë katë, e se ka marrë vesh as çka po thot. Domthon e ka përdorur shumë gatë, e se ka marrë vesh nështë as çka po thot. Ama po thamë në herë vllazni, në qoftë se ki qef me një mu dinit Allah xhallahu ala, leje këtë fjalë. Mos e përmend vetë se çysh e përmend Allah xhallahu ala. Në çat kuptim. Domthon lutë Allahun me ta lehtësu, më e mend vllazni, nuk është e lehtë hiç. Është shumë e vështirë. Edhe nuk lejon shejtani që ti me përmend let. Edhe kime pas vështërsi, qysh kom pason e vështërsi, qysh kanë plot hoxhallar në përvenet ku folet gjermanisht, kanë bindje që shumë pe hoxhallarëve ikin kësaj fjale i bin maçanina për shkak të kujna, për shkak se është baçi kjo çka është bë vllazni. E ajo çka po du me thonë sonte, kjo është e jam e vllazni. Kam qef që këtu aknena kur të përmeni fjalën, kam me përmend fjalën me lejen Allah xhallahu ala qartë, edhe ko me thonë Allahu është Rabbul Arshil Azim, Rabbul Arshil Majid, Rabbul Arshil Karim. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Azim. Kështu ko me thonë. Edhe qëllimi jam është që muslimanët është me marrë vesh ka po thamë. E jo me më keq kuptu, e jo me unë në kryt që shumë ka ndodhë vllazni, më ka ndodhë në gjumaat tona, kur e kom përmen këtë fjalë, e kanë unë kryt musliman. Pse? Se shejtani ja u ka mësu fjallën e atyne para fjallës të Allahot. Unë shejtani ka mri, shejtani ka bo hapa, para se me bo hapa, unë edhe ti dhe mi a mësu muslimanve këtë fjallë. Do më thonë, edhe njerë po thamë vllazni, mos e harro krenarin tane, se musliman, kur të përmensh
Allahun xhalla wala, thuaj Rabbul Arshil Azim. Kështu thuaj Allahut tan. Ky është Allahu subhanahu wa taala Dhul Jalali wal Ikram. Domethënë, nëse dikush dan që na më i përkthy këto, na i përkthejna, ama tema jonë është vllazni sonte që ti që të amën, që e nive që Allahu e ka përmendur shumë shpesh në librin e tina, mos e hop, mos e ndro kuptimin. Thuaj fjalë arsh në dinin e Allahut xhallala ka të bëjë me me ato që Allahu ka dashur me përmend çasi forme, me kur gjatë tjetër vllazni, edhe me pastru gjuhën tonë, me pastru gjuhën e vllaut tan, gjuhën e koqishis tan, gjuhën e muslimanëve, gjuhën atyne që e din gjermanishtën. Mos lejo që ti në qofë se më ke marrë vesh, apo thamë sante, më mundu me fjallë tua është më herë, vllazni, po thamë shtu si vlla, shumë më herë është me fjallë tua në është të mja thonë, se sa mja dërgu që të video. Këta e di që se keni në është të korë kësi forme, në është të ketë kina thonë qëja vidën, është më letë, po të thamë vllazni, edhim se po kam qef që ti me kanë vlla e jam bashkë me mund gjenetet e Allah xhallala, që pe atyne që i kina animu Allahot bashkë në të nja. Që kjo është qëllimi jam, po kam qef që unë e ti me kanë vllaznin din në Allah xhallala, mu kuptu në zveti, me lanë fjallën e keqen me zveti, me lanë fjallën e dytë me zveti, me përmen, me ngjall fjallën e Allah subhanahu wa taala, kule kauli hadha, ma bana Allah vllazni, po thamë herë, persona që folin din në Allah xhallala, nuk më ka ndodhur që me fol kështu me vllaznit e mi, mirë po ka dash Allah xhallala që kjo më thonë, e nuk ka mundësi që robi me thonë fjalë, në veçanti nuk ka mundësi robi me thonë fjalë të mira përveç me kanë, përveç me lejen e Allahut subhanahu wa taala, Rabbul Arshil Azim. Elusum Allah xhallala me na nimu, elusum Allah xhallala me na dhon sukses, elusum Allah xhallala që këtë fjalë me zon ban në zemrat e muslimanëve, elusum Allah xhallala që Allah subhanahu wa taala me na nimu që kjo këshill e jona për musliman, për vllazën tonë me mrin zemrat e tyne, në menjet e tyne, më u bë e përdorshme në gjuhat e tyne. Aquli qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.